Në petku në një biznesi estetik dhe të kuruar me marka të njohura ndërkombëtare, ambiente luksoze dhe klientel të përzgjedhur, policia e Tiranës ka ndërhyrë për herë të parë në një segment tregu që deri më tani kishte mbetur pothuajse i paprekur, tregun e veshjeve dhe aksesorëve të luksit. Zëri ka mësuar se subjektet e proceduara në prokurori nga policia gjatë operacionit Illegal Trade, që u zhvillua të shtunën, tashmë zyrtarisht nën hetim janë Zabu Garden, Brandville, Daga Brand, Privé, Monarch Luxury Boutique, Senso Unico, Beleri SHPK dhe Dacia & Co. Zyrtarisht, këto biznese po hetohen me indicjen që tregtojnë produkte të markave luksoze të kontrabanduara, pa dokumentacion, madje edhe të mënyra e financimit të disa subjekteve, qarkullimi i parave, pronësia reale dhe lidhjet e mundshme mes kompanive dhe individëve që qëndrojnë pas tyre. Burimi i than zërit se policia dyshon se këto 8 subjekte i kalojnë produktet e luksit përmes aeroportit të Rinasit, përmes personal shopper, që sjell mallrat e luksit deri në dyqan, përmes korruptimit të oficerëve të kontrollit në pikën kufitare. Administratorët e proceduar nga policia janë Kamela Gjinollari, Daka, Julian Beleri, Alfred Datia, Senso Unico Albania, Bledar Datia, Dacia & Co, Gjergj Hysi, Privé 2019, Nerida Rama, Monarch Boutique, Sonja Sadiku, Eni Zizolari dhe Daniel Volaj, Brandville. Për herë të parë, në lupën e organeve ligjzbatuese, po kalon një sektor që prej vitesh ka operuar larg vëmendjes publike, pavarësisht qarkullimit të konsiderueshëm financiar që gjeneron.